zonën operative të Pashtrikut, sepse tash krahas Xhelalit ra edhe Sadedini dhe kështu rënja e vëllezërve Hajda mbetet një goditje e rëndë për familjen, për batalionin e Rahavecit dhe për zonën operative të Pashtrikut, veçanërisht për nënën Gjyl, e cila mbeti pa 2 djem, pa 2 nipa e asnjë vëlla, mbeti me krenarin e vet burrërore. Amanet Gjyl mojnan, për Kosovë ti shumë ke dhanë, ta mban zemra morinan loke, me adhën sadën kësaj toke, ke dhanë vllazën, ke dhanë nipa, ke dhanë djem dragoj e diva, tu i luftu u përgjak drini, Xhelal Hajda dhe Sadedini. Sadedin Bajram Hajda mori pa vdeksin, duke u brengosur se nuk u takua me forcat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që thyen kufirin, duke mos u takuar me luftëtarin e lirisë të vllan Fahredin Hajdën, të cilin e priste me padurim.